Allahu Akbar, Allah. Besimtarët musliman të Shkodrës morën pjesë këtë diel në ceremoninë e faljes së Fitr Bajramit në xhamin e Parrucës. Ajo u zhvillua në orët e para të mëngjesit. Ceremonia u udhëhoq nga muftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, i cili mbajti edhe ligjëratën duke përcjellë mesazhin e festës. Muftiu Sytari theksoi rëndësinë e reflektimit që sjell Ramazani dhe vijimin e vlerave të sakrificës, mëshirës dhe mirësisë edhe pas përfundimit të tij. Vetëm në muajin e mallnueshëm të Ramazanit mundet që krejt problemet e njerëzimit të shuhen dhe njeriu të gjejë paqen e mbrëmshme me Zotin e gjithësisë, e dashninë e mirëkuptimin me njëri tjetrin, kudo që të jemi, e sado që të jemi. Sa djem të ri dhe vajza të reja gjatë muajit të mallnueshëm të Ramazanit që sapo kaloi, janë kthy nga dera e Zotit të tyne. Janë kthy me pendim të sinqertë. Dhe kur themi pendim do thotë një vijë ndarëse ndërmjet dy botëve të ndryshme. Kur themi tobe, do thotë një vijë ndarëse ndërmjet dy kohrave të ndryshme, dy realiteteve të ndryshme. Pas faljes, besimtarët shkëmbyen urime me njëri tjetrin në një atmosferë festive.